qendra Virtus është hapur dhe operon, është për të plotësuar atë boshllëkun që ekziston midis njohurive që merren në sistemin e mesëm me atë që duhet për të përballuar presionin e vitit të parë, sidomos të lëndet bazike në studimet universitare. Ne kemi bërë një mix, një program mbështetur mbi këto 3 programe dhe mendojmë që në fund të 2 vjeçarit, sidomos të klasës 11 dhe 12, në Virtus një nxënës në masën 90% është gati të përballur me presionin që do ketë sidomos në vitin e parë të shkollës së lartë. Çfarë bën profesor Adrian Naço në këtë qendër për të përsosur standardin e asaj që mungon në arsimin publik në Shqipëri sot? Gjë më e rëndësishme është të ndërtojmë një program që t'i përgjigjet dhe objektivave dhe kërkesave, po dhe sfidave që do të ketë në të ardhmen një nxënës si student kur të filloj studimet universitare. E dyta është që të kemi një staf akademik që të përgjigjet kërkesave, gjithmonë në rritje dhe njëkohësisht të shërbejë objektivave të fëmijës për të realizuar këtë program, edhe tjetra kemi përmirësuar edhe metodat e mësimdhënies. Një nga ato që kemi bërë dhe në Virtus është që të përdorim dhe metodat të reja të teknologjisë, siç janë smart boardet, në të cilat ne mund të realizojmë në mënyrë edhe hibride, orë mësimore me nxënës të cilët janë dhe fizikisht në Virtus, po dhe janë dhe virtualisht të lidhur nga mungesa ose nga pamundësia që ata kanë për të qenë fizikisht aty. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.